pas përfundimit debatit për rebalansën e buxhetit të vitit 2026, është mëse e qartë se kjo qeveri edhe njëherë dëshmoj se kur bëhet fjalë për intereset e shqiptarëve, ka zgjedhë të injorojë ata. Grupi im parlamentar zgjodhi dhe paraqiti një sër amandamentesh serioze të argumentuara dhe të bazuara në nevojat reale të qytetarëve. Këto amandamente nuk ishin vetëm karakter partijak, kishin për qëllim të siguronin më shumë investime për komuna shqiptare, por jo vetëm. Dhe më shumë mjete për zhvillim rajonal, mbështetje për shëndetësinë, për arsimin, për infrastrukturën dhe kishin për qëllim një shpërndarje të drejtë të buxhetit. Megjithatë, asnjë nga këto amandamente tona nuk u pranuan. Ky model është i njoftun i përsëritur i sjelljes së kësaj qeverie, e cila refuzon vazhdimisht çdo propozim që synon të përmirësojë kushtet e jetesës në komunat të cilët janë me shumicë shqiptare. Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjete shtesë për spitalin e Këshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë, ose shteti jonë bazohet në veprimtari me standarde të dyfishme.